Lidhe me pyetjen që më bën, ndoshta sot është ditë e duhur për mua që edhe unë të shpreh opinionin tim, duke qenë se shumë është folur dhe spekuluar gjithë këtë periudhë. Duhet të them që e kam konsideruar që ditën e parë të punës time në këtë institucion nder dhe privilegj që më është dhënë për të përfaqësuar vendin tim në arenën ndërkombëtare. Dhe për këtë unë edhe sot duhet të falenderoj kryeministrin Rama dhe forcën politike, cilën përfaqësoj për besimin që më kanë dhënë. Në njëjtën kohë, natyrisht, duhet të falenderoj të gjithë ekipin e shërbimit, të jashtëm, qoftë stafin diplomatik dhe teknik, që nga mesi shtatorit e deri këto orë të fundit të mijat në Ministrinë për Evropën dhe Punë të Jashtme, që më kanë shoqëruar, mbështetur për të arritur disa objektiva të rëndësishme në funksion të jetësimit të prioriteteve të politikës jashtme të Shqipërisë. Besoj se është e qartë për çdo që pozicioni i ministrit ka dy dimensione. Ka dimensionin kushtetues dhe dimensionin politik. Për sa i përket dimensionit politik, kryeministri tani më e ka marrë vendimin e tij, e ka bërë të njohur opinionit publik për të ndryshuar drejtimin politik të Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme. Është e drejtë dhe përgjegjësi ekskluzive e kryeministrit për të përzgjedhur ekipin e tij politik, me të cilin ai do të përmbush objektivat e programit edhe në këtë fushë. Them kjo, në kuptimin kushtetues, apeli im sot është shumë i thjeshtë. Për të ezauruar një orë e më parë procedurën kushtetuese që jetëson jo vetëm ndryshimin e leadershipit politik në Ministrinë për Europën dhe Punë të Jashtme, por që do t'i krijonte njëkohësisht mundësi vendit për të përfaqësuar në mënyrë të denjë dhe eficiente në arenën ndërkombëtare, aq më tepër ku, siç e pat edhe gjatë konferencës shtypit me kolegun tim italian, vendi është përballë sfidave të cilat nuk i ka njohur të paktën më parë. Dua në njëjtën kohë, meqense se mu dha kjo mundësi, t'ju falenderoj gjithëve, ju, kolegëve të medias, të cilët keni ndjekur shumë konferenca shtypi, çastet lumtura dhe kritike për Shqipërinë, për këtë institucion. Një pjesë për jush kemi shkëmbyer edhe kritika apo mbas edhe pak knatësi për mënyrën se si mund të jenë analizuar lajmet që kanë pasur lidhje me këtë institucion, por realisht duhet ju falenderoj nga zemra të gjithëve për mundësinë që na keni dhënë për të shkuar në shtëpitë e çdo shqiptarit dhe që keni kontribuar, jo pak do të thoja, për një kuptueshmëri më të madhe të gjitha aksioneve dhe lëvizjeve tona në politikën e jashtme. Ju falenderoj të gjithëve.